ignorant në kuptimin e teknikave europiane. Edhe unë jam interesuar nga ana teknike të mësoj diçka më tepër, po me pyetje të thjeshta, siç ditë ti bësh pyetjes. Tani, faleminderit, i nderuar drejtor. Toni, me ty kam pyetje në fund fare, po se më suggestionoja pjesa e ekonomisë gjelbër, po në fund do të bëhet të pyetjet. Tani, ideja është Europë. Mos thuaj fal lutem se po të ndërpresje do e lidhish me lushin punë në ekonomisë gjelbër. Jo, ne nuk kam para atje, vetëm kështu, jonsh kemi. Tani është tharë, ne tham për mytjet, po Europa, theti, i nderuar drejtor, më kujtoj marr një sekuencë nga fjalimi im i djeshëm, po normalisht nuk pretendoj që e keni dëgjuar se gjithë këto marrëveshje keni sjellë sot normalisht ka kërkuar një punë të madhe, sakrificë që të orë pa gjumë për të relatuar dhe nuk besoj, po në kujtojt dikur një komedie e stradës Tiranës, me ndjen Koço de Vole që kur erdhën këta europianët në fillim, që do bëte diskutimin për të arritur pyetja. Edhe po flisin europianët s'po kuptonin ata të shkretët. Fshatarët e shkretët thotë, ç'a thot? Edhe Koço si me zgjuri që ishte thotë që rakia bëhet nga rushi. Ua, thanë ata Europë. Edhe vazhdoi ai dhe prapë pyesin ata, po ç'a po thot? Rushi bëhet nga ardhia. Europë. Bravo Europa. E po se ka dëgjuar se kishte duke përgatitur. Jo, s'po kam me tonin, kam me drejtorin. Ti e diun që dëgjove se masi për emisionin Peppa Pig, marrove këtë, po edhe tjetra, pyetja e tretë ishte thotë ç'a po thot? Thotë doni lek, thotë. Doni ne lek? Dum thënë ata, po jetë si merrni. Mi po ti na the që do ketë shumë programe, këto projekte, do na mësoj këtu, do ecim ne emancipojmë atje. Se kuptohet, do thash ç'a teknike do ishte kjo, po në vetvete a përshkruan tek Europa mënyrën se si kryetari ku vendi për shembull interpretohet rregullore, do ketë pjesë këto sepse ishte një strukturë ku ti thej që do na mësojnë për atë kushtetutën. E kupton se ka dalë ne ishim gjithë na deri në 3 atje, edhe pse kishte firmos kryetari ku vendit, ne s'dim gjë për urdhë. Na iluminoi sot mëngjes ku ishim gjumë. U të quaj, për momentin, administrata. To teknika legislative janë dhe në Europë. Do me thënë, Europa ja ka mësuar kuvendit tonë, sepse thej që bie 36 institucione shqiptare, që në Europa do t'i mësoj, se do hymë atje në Europë, në këtë lloj tekniko-taktike hymë në Europë. E dyta, thot pjesëmarrjet e deri tanishme, pavarësisht gjithë këtyre firmosave, këtyre traktate kaq të rëndësishme, kanë qenë suksesshme. Na thojnë një sukses kaq të madh. Që ne këtu në Shqipëri s'na ka ardhur ne të opozitës, nuk sukses kaq i madh që është bërë me këtë Europën në këto traktate. E dyta thoni financimin 3.6 milion euro, se keni një marrëveshje që do financoj 3.6 milion. Do përfundojnë si të puna atyre 10 milion euro çokoladat e akshit të financimet e BE-s që u bllokuan. Su bllokuan financimet e BE-s. Si ato fondet i parë që përfundon të Zoja Hora që u bllokuan, apo si ato darkat e drekat e Ilie Beqës që u bllokuan. Ky 3.6 milion euro ka garanci Europa se do vjen atje në destinacion të Europës, se do të jetë i thamë. Se pikërisht kjo pika treta saj që fola unë të fjalimi im është nuk tha për të rrujt lekët. Deri tani ata i kanë çurë Europë, firmosëm dhe i pardin, po ngecën rrugës, ngecën aeroplan. Tani këto 3.6, këto kaq projekte kaq madhore. Dhe e treta, e fundit fare, Ulëzi që mos të vonojën ty se je dhe pa gjumë, që të vesh flesh, jo, kam fjallën, është ekonomia e gjelbër. O Toni, të lutë, mos se du të eliminoj, se dhe ne fshatarët tu në bëjmë një panel djellore, o Toni. Këtë gjë një fshatarit majnë një panel djellore që shkretë, qovë dhe për da vanë shpit vetë. Nuk po flasin për këtë fotovoltaik të jo të blajët, se s'kemi takat në këto.
Po këtë me që Europa në mësoka për ekonomi, gjelbër, hapka këto tregje, gjithë ditë në marrë leksione, a manë me gjeni një katunar, një të lodhë, një halëgji që qonë projekte dhe pas ka marrë gjithë këto ekonomi gjelbër të fotovoltaikët. Gjeni një, atë kegjen se s'nu ngeli oligark, nuk ngeli tregjet birë tokat vjedhra e fjerë që thash pikërisht se ka ndryshur dhe zëjnë katastralat e 1.100 hektar tokë, që të dishti që me vendim 97-ës, këthimit pronave, që ullësive 2.000 që dhe 10.000 metrë këthesh, janë këthyrë 1.100 hektar, ullësive di që dhe 2003 nuk këthesh më shumë saj, por a i e këtheu në 97-ës e qoj vendimin e tje dhe registroj. Mirë atë, po duke qenarë në fondin Ministrisë Bujqësisë, e këqire kështë edhe në përdorim të tretëve, top bestaf kullaj shë ndryshur dhe zëri katastralë. Për si u ndruat nga tokë produktive? Ha, për t'i hapë shokut oligark të marri lejem për fotovoltaik. Qofse bëjmë shu. Për para drejtë Europës dhe unë, isha për në gjenet sot tokët e ullësisë, e s'bërë keqë. Faleminderit zoti Koreshi. Zoti Gogu. Shumë shkurt. Ju lutem Po e nis me që se një konsiderat për... Po, me që se më bëri një pyetje kolegu Koreshi, edhe unë dua që ta nis me një përgjigje të shkurtër patjetër për t'ia dhënë fjalën përgjigjen t'ia japi drejtori për sa i përket shifrave, sepse shifrat flasin. Unë e mirë kuptoj parodizimin dhe ironizimin që ju i bëni situatës dhe them e mirë kuptoj sepse duke qenë se kemi bashkëudhëtuar së bashku në politikë, po në anët të ndryshme të korridorit, juve nisët shumë seriozisht me ish kryetarin e partisë tuaj, ku e trajtonit me shumë seriozitet integrimin evropian. Por në momentin që keni mbritur që atë që ju e anatemuat dhe e shikonit si penges politike në integrimin evropian, sot e keni kryetar dhe keni zhvendosur, pra situata është bërë tragjikomike për ju, nuk ka ilaç tjetër, ke shumë të drejtë duhet me marrë me gallat. Juve. Neve do ta marrim me të njëjtin seriozitet që e kemi marrë, sepse flasin shifrat shumë qartë. Të bëhesh pjesë e programit më të madh zhvillimor në Europë me të 27 vendet e Bashkimit Evropian, unë mendoj që është një sukses dhe ky është Interregu. Natyrisht që ka një ditë të parë ku ti shkon dhe janë 38 përfitues shqiptar me 3.7 milion euro që mund të duken shumë pak për kapacitetet që ka ai program, sepse ai program ka kapacitete jashtëzakonisht më dhaja, por ka një fillim të një historie që e kemi nisur herët, por që po intensifikohet nga dita në ditë për sa i përket rritjes së kapacitetet dhe ka të bëjë me politik bërjen. I nderuar koleg, neve votohemi për të bërë politik dhe po kështu votohen dhe këshilltarët e këshillave bashkiak për të bërë politik. Dhe kjo gjëja, zakonet europiane mësohen si duke shkëmbyer me ta, dhe kjo është një pjesë e programit ku ti shkëmben përvoja, por edhe duke marrë pjesë në trajnime ku rriten kapacitetet e njësive vendore që të mundet konkurrojnë të shkruajnë një projekt, sepse atje janë një sër vendesh që do konkurrojnë dhe që ndodh kjo gjë. Dhe këta 38 përfituesit shqiptar, unë jam i sigurt që janë lajmi më i mirë për vendin ton, sepse kanë konkuruar dhe kanë fituar. Dhe historia e këtyre do të jetë që vetëm do të shumëfishohen. Kështu që doja ta thoshja këtë gjën, sepse ne e tregojnë shifrat qartë që nga IPA 1-shi, te IPA 2-shi, te IPA 3-shi, ka vetëm rritje të pjesëmarrësve, ka vetëm rritje të kapaciteteve në secilën bashki,
dhe unë e kuptoj fare mirë, ne nuk po themi që këtu është parajs dhe bashkit tona janë në të njëjtin nivel me bashkit norvegjeze apo me bashkit franceze, por që neve kemi filluar një udhtim ku së bashku me fqinjët tanë, po rrisim kapacitetet në bashki dhe jeta vendore në mënyrën se si qeverisen shërbimet në nivel vendor kanë ndryshuar në një sër bashkish, ky është një realitet që qytetarët e prekin për ditë, zoti Koreshi. Dhe kjo nuk do të thotë që pa pritmas gjëja është bërë parajs. Jo, kjo do të thotë që ka filluar një transformim, po të shkojmë bashkë dhe ta shikojmë historinë e transformimeve të bashkive të Slovakisë, të Çekisë, të Rumanisë, të Bullgarisë, të Polonisë, në ditën që ata e kanë nisur, që mund të jetë dhe 20 vjet përpara dhe 30 vjet përpara, dhe ku kanë mbërritur sot, jam i sigurt që ironin tënde, ironia jote do ja lër vendit një realizmi, po me humor, se ju humorin e keni dhe bëni shumë mirë, se aty ku jeni ju në atë shtëpinë tuaj politike vetëm me të qeshur mund të jetohet, se s'keni çfarë bëni ju. Po ja lë fjalën, këta ishin falemderit zoti Maja, këta ishin eurofil, këta ishin mbështetësit më të mëdhenj të Europës me qendër Hollandën dhe tani janë kthyer në euroskeptik. Po nga dita në ditë. Po ja lë fjalën drejtori. Po falemderit zoti Gogu, drejtori për pjesën teknike. E ke replik. Po komisioni, shiko, jo një pyetje kam unë tani, je eurofil apo euroskeptik? Me qëra fjalla, dhe nga peza nga ndrojnë jam ka koma ke nafta, marim në një traktor, në një zetor, te kjo pjesa që pyeti energjia, jam i sigur që do vi më pas, se kështu fillon. Juve në divjak, ju t'jeni para ne, ju duhet t'i keni marrë këto energji djellore. E ti qenë në qytet, po pse flet me më të fshatit? Unë të fshat jam unë, ti e në qytet. Zoti Koreshi? Nuk e di toni që Lushje ishe 4 ropa drita mra. E po si a qëllon, mori plaka se ngordi ftohtit, tha i bidon me ujë, shqy që kishte dushë ujë të graf. Gjo këtu e toni, gjoj sekund, do ishte ropti. Mori mamaja ime mra plaka, tha mu, nuk punon as pon, pa o të keqë, këshim bushë e bidon me ujë të graf, se kemi 4 ropa drita. E diti, ja, në Lushnja, flasë. E qyteti do fushë në Europë. Po qaro, ti ke kanal pa pastru mytë gjithë mëzëqjet, ti do hyshtë në Europë. Me që do hyshtë me qizme me balë, do hyshtë në Europë, o toni. Gjo këtu, gjo. Ne që në thu euroskeptik ti, se dhe duket që u kemi me shkollë natën dhe të euroskeptik. Si shte bëte, se në bëte euroskeptik gjithë, ky euroskeptiku ka marru pa 25 vjetë dhe Romë. Po përndaj po të themun, po euroskeptiku, edhe dije në bët një 50 veta ju në folet, ore mu dukesh, ore ne po e zbulojmë sot Italin, apo qysh? Më të nga gjithë fjalimet... O tonë, tani një sekund, ore unë dakord që tim të përmendet mu shumë kryetar. Edhe kryetarin, që në momenti që e përpërnojsh kryetari grup parlamentar tuj, ne i besoni për ty në Europë. E kuptonë? Po desa, kur ja gjeti modelin e flokëve, bestaj që i gjeti qethi kare ta Hollandi, atë kryetarin që të ti, po mirë pra dakord, jo më së është personale, kjo është publike. Për cilin kryetar flasim? Ate që tha toni, që tha toni? Kishe pirë dit me atë kryetarin tonë, se ka fillu punë Amerikë. A i iku toni, i lau pjatë. Ish kryetari? Kore kryetar njële së i lau pjatë ataj. O i lau pjatë ataj. Po ideja është, ky ju i kur të t'i laj pjatën. Më gjë, ky i ju e po kaloj nga Europa, dale pra dale, ky ju i kaloj nga Europa në Izrael. Edhe ata që, nuk vajti e si, vajti vetëm ky i ju i. Edhe ata,
ky, shikë qa bërën, vajtë Izrael. Kështu që mos kaloni na Europa, në Izrael, ku nuk vajtë asnjë. As Vučić nuk vajti dhe ta pshisi ju po bëni pralla ju. Këto letrat, edhe një këto letrat, si puna gjithë tyre tjera, ju bëjni, këndojni, firmosni, bëjt që të doni. Nuk kemi ne skepticizm, qofse unë jam qytetar europian, për para se ta bësh ti këtë ligjit, si kam letën gjept, pjesës e Europës. Nuk ka lidhje kjo, nuk është se na po na çoni ju në Europë ne. Ka ngel dhe këta tjerët e shkret këtu, ata gjahet që marrin pension, që s'po vendet në Europë, se janë me Karaviç. E kuptone? Që nuk i le ajo, që shtoni shtot pensioni 18.000 lekë dhe hoqet 16.000 lekë e dritave, në fund fare ngelin 2.000 lekë. Një buk misë dhe dhe skos me buk misë nuk marrin do në ditë ata me të 2.000 lekë. Sa është për i ditë, ju e bet në muaj, kështu që nuk hyet në Europë me brek grisra, o toni. Du në rënuar njerë të mathmet, pastaj të hymë në Europë, se nuk në qasin. S'kësa jo, falë, se kjo është pjesa e fjalimi që i ngeli pa fol mërëm, Zoti Koreshi, për arsye kohë mërëm, i ngeli fjalimi pa mbyll mërëm. Jo, se nuk e di. Nuk e di pse mu duk se ishte deri në fund ky, po s'pas ka qenë. Zonja Ismaili kishe gjë për shtuar? Se do të kalojmë në votim, se janë shumë të qarta marrëveshjet. Kisha vetëm një koment, e pare një herë